Big Brother Kosova ka treguar se shpesh diskutimet më domethënëse nuk lindin vetëm nga konfliktet e forta, por edhe nga bisedat e qeta ku banorët reflektojnë për njëri tjetrin. Një nga këto momente ishte kur disa prej banorëve folën për Bian, duke e përshkruar si një vajzë fantastike, me energji pozitive dhe karakter të mirë, por duke theksuar se ajo ka vështirësi në të folurën e gjuhës shqipe. Një vlerësim që në thelb ishte pozitiv, por që hapi një debat më të gjerë mbi komunikimin, përfshirjen dhe paragjykimin. Bia u pa nga shumë banorë si një person i qetë, i sjellshëm dhe me qëllime të pastra në lojë. Sjellja e saj, mënyra si i qaset konflikteve dhe respekti që tregon ndaj të tjerëve e bën atë të fitojë simpatinë e një pjese të shtëpisë. Megjithatë, vështirësia në shprehjen e mendimeve në shqip e vendosi shpesh në pozicion të pafavorshëm, sidomos në debatet ku fjalët e shpejta dhe replika e fortë janë armë të rëndësishme. Në një format si Big Brother Kosova, gjuha nuk është thjesht mjet komunikimi, por edhe mjet mbijetese. Ata që dinë të artikulojnë qartë mendimet, të mbrojnë veten dhe të ndikojnë të tjerët përmes fjalës, kanë avantazh të dukshëm. Për Bian, mungesa e rrjedhshmërisë në shqip u kthye në një pengesë që shpesh u keq interpretua si pasiguri, distancë apo mungesë qëndrimi, edhe pse në realitet ajo kishte shumë për të thënë. Ky diskutim nxori në pa edhe një problem më të gjerë shoqëror, mënyrën se si trajtohen njerëzit që nuk e flasin perfekt gjuhën. Në një shoqëri gjithnjë më të hapur dhe të përzier kulturorisht, gjuha shpesh bëhet kriter gjykimi, duke lënë në hije vlerat njerëzore. Rasti i Bias në Big Brother Kosova e bëri të dukshme këtë dilemë. A duhet të gjykohet një banor për mënyrën si flet, apo për mënyrën si sillet? Reagimet e banorëve ishin të përziera. Disa shprehen mirëkuptim, duke theksuar se vështirësitë gjuhësore nuk e zbejnë as pak personalitetin e saj. Të tjerë e panë këtë si një dobësi reale në lojë, duke argumentuar se Big Brother